Malta Vlog. Është vlogu I parë për në YouTube edhe ne sot do ikim për në Maltë. Kemi rezervuar një paketë bashkë me kushërirën time dhe jeni të ftuar t'i ndiqni. Rritë në Malë, kështu që jemi gati për të marrë këtë autobusin këtu që të shkojmë te aeroporti. Sa po përnotuam edhe taksin, edhe kemi një zonjë shumë të mirë, është kjo këtu. Edhe, hello! Juhu! Ta pas kanë gjithmonë krahun e kundërt, edhe taksia ka kushtuar nga aeroporti deri tek hoteli jon 20 euro. Nga pas edhe disa goca të tjera që ishin fikse zona ku jemi ne, por nuk është se na thanë gjë, kështu që mund edhe ta kishim ndarë taksin. Do ishte okej, unë se do I kisha problem fare. Gjesi! Koha është kaq e bukur edhe nuk e di është fiks për plazh, të kishin qenë edhe disa njerëz të mi që unë I njoh edhe kishin për plazh. Hoteli ku ne jemi është edhe me pishinë, por ne rroba banje nuk kemi marrë, po e pam keq fare dhe patjetër që kemi për t'i blerë dhe do bëjmë edhe plazh te jo. Kështu që itinerari këto 2 net do jetë shumë fluks, edhe gjithashtu sot me që është nata e parë, patjetër që do bëjmë night life, që nesër do flejmë shumë rahat. Kështu që jemi super të hapura që sot mund të shkojmë në Valeta, në kryeqytetin e Maltës. Do jetë shumë I ngjeshur si itinerar, domethënë. Sa vap që qënë ka po përcasim vape, realisht. Nuk e di sa gradë është. I don't know. Ja, shqipe pak të lutem. Është 21 gradë dhe ne kemi ardhur me xhaketa, me gjëra shumë, me atlete, oh mama mia, edhe sikur ta dija. Edhe nesër është shi, okay. Nice. Po ndje njerë kafe dhe po vdes për kafe. E ndjeve dhe ti? O, zot! Aha! Oh, che bello! Guarda come cubo! Jess, nuk e ke ide sa bukur. Loving on me makes me feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Swim in your eyes so I can tell the truth. Oh, troppo bello. I got so high, oh I can't leave. I got your body all over my mind. I got so high, I'm off my feet. We up in the clouds with the sun in our eyes. Show me that don't need no money, don't need nobody, just need your body. Alexandra Hotel. Show me that so sweet like honey, don't need no talking, just need your body.
118 right here. Perfect. Thank you. Tani një gjë që nuk më pëlqeu këtu tek hoteli ishte që të mbanin si tip garanci 150 euro dhe të jepnin në momentin që ti bëje check-out. Por që mua edhe nuk më pëlqen kjo lloj gjëje sepse më penalizon sepse dua të bëj shopping apo ku diun se çfarë. Gjithsesi kjo është pamje që kemi ne nga hoteli. Jemi në një nga zona, domethënë që quhet San Julian's ose ndryshe tek zona Paceville. Çka e diell. Tani në këtë lloj pakete kemi pronotuar domethënë me një agjenci në Tiranë, edhe pak a shumë ky është tualeti i thjeshtë, se ka qenë një paketë tepër, domethënë ka shkuar shumë pak a shumë, por që e rëndësishme është që të kemi domethënë lirinë që të dalim apo ku diun se ç'a. Okej, përbëhet nga dollapi. Ky dollap është çiksi i vjetër i nonës. Krevatet i kemi kështu të ndarë, domethënë për çiftet që nuk flasin me njëri tjetrin. Edhe kemi këtu dhe një karike që është pak e bisët, çik fare. Tu kemi pasqyrën. Okej. Kjo është pak a shumë. Edhe ky është balkoni. Këtë nuk e di, është pisa jo, nuk lahet, nuk e di, po që gjithsesi kjo është ideja, pak a shumë. Ky është outfiti për tani që të dalim. Çupkat. Tani se ku do vemi për të ngrënë bukë, unë thjesht nuk e di, që ka ftoht. Au! Ta thash. Këte i erdhëm ne nga kjo këteja? Ishte edhe me burrito? Apo të gjë në një restorant tjetër? Si do? Dalim poshtë një herë. Hajde. Mua mi që dërëm qik në diell, dhe ngrimë. So sweet like honey. Don't need no talking. Just need your body. Sepse ka në burrito edhe kemi porositur dhe bën 20 euro një burrito. Shpresoj t'ja vlej. Burrito supozohet të jetë kjo, ndërkohë që burrito, gjitha këto gjëra që janë këtu duhet i ketë brenda dhe jo që të hahet me pirun, por që të hahet komplet si tip pjedine. Sapo kemi mbaruar drekën dhe gjetëm një restorant italian sepse tek burrito njerëz të dashur pikse parë një herë nuk ishte siç duhet të jetë që ti e ha në dorë dhe jo me thikë dhe me pirun, mbi të gjitha pash edhe një qime. Qime! Pash qime edhe vetëm domethënë kur më pa jo kamarierja sepse nga nervat fillova domethënë edhe po e prisja veç me thik, pa pirun. Edhe bëri, it's everything okay? I thash, no, that's because it's full of hairy. What? I thash, juhu, është me qime, është me lesh. E preka ishte lesh. Kjo ishte ideja. Edhe ulëm në një restorant italian ishte shumë të mira, unë kam ngrënë carbonara, kushira mori pakeri me pistachio, edhe ishin buono, të mira shumë. Ngrënë një drek që jemi super full, kemi pirë një ekspres që nuk e di çfarë të them, Italia mbahet për ekspres, ne e dim shumë mirë, edhe na ka shkuar diku tek totali 54 euro, ama i ka halal. Edhe kaq. Tani do ndërrohemi sepse është shumë ftohtë. Jemi me të shkurtra edhe do ikim në një si qendër, në një si qytet që ka afër gjithë dyqanet që janë afër Valetës. Ne do shkojmë atje, shohim dhe Zara, do ndonjë gjë tjetër. Kaq. Sapo erdhëm në dhomë edhe jemi gati të ndërrohemi, kemi bërë një super rëmuj, gocash si gjithmonë në hotel, edhe do ndërrohemi. Unë po mendoja të vishja këto pantallona, të cilat i kam bler tek Bershka në Janin, edhe po mendoja domethënë që ta ndërroja këtë me që i bëra disa foto dhe të vishja një golf pa mëngë të zi, edhe në një xhaket nga lart, të po mendoja. Një gjë të mirë është tu në Maltë që kanë taksit që ti i rezervon biletën në kioska të vogla siç kemi neve në Shqipëri, edhe e paguan që në atë moment, domethënë nuk është se ti vjesh në kontakt me taksixiun. Normalisht që këta janë të licencuar edhe si tip të marrësi, kjo është ideja. Edhe pagesën e bëjnë aty. Nuk është se i jap gjithë dora si për shembull taksixiut.
Dhe mendoj se është një gjë shumë e mirë sepse në këtë rast shmanget të gjithë korrupsionit dhe budalliqe që mund t'i bëhet një turisti. Domethënë që të gjithë vinë të trajtuar një lloj. Kjo është pjesën e marinës pak a shumë, merren të gjitha varkat për të ikur te këto ishujt e vegjël që kanë, ama është tepër bukur. Nesër do jetë ditë me shi sepse ne do dëshirojmë që ta bënim të ikim te këto ishujt, por nuk e di a do e arrijm dot. Kemi futur te ajo qendra tregtare që pam edhe kemi bler disa parfume. Unë sigurisht që bëra një dhuratë dikujt edhe për vetes vleva asnjë gjë. Dhe në fakt kisha parë edhe më doli përpara kishte parfumin e arrogancë që unë përdor dhe e marr gjithmonë në Itali. Dhe duke qenë se Malta është afërsisht domethënë në kufi edhe me Italinë, që ka dhe shumë italian, e kishte edhe atë parfum, por nuk e mora kësaj radhe sepse kemi veç 2 kg të lira në bagazhet në stiv, kështu që është e pamundur. Edhe jemi të kufizuar, nuk blejmë dot asnjë lloj gjëje. Sa po erdhëm në hotel dhe morëm një taksi dhe e porositëm tek Bolti dhe ç'a ishte e bukur domethënë te taksia na rastisi në fund fare domethënë ishte një djalë i ri, domethënë mosha jon diku te 20-tat, edhe unë rastisa që ula para, nuk e di pse thjesht ula para, nuk e di, unë nuk zakonisht nuk ulem kurr në taksi në vend të parë, por nuk e di se si ma dha mendja. Edhe duke ardhur tek zona ku jemi ne këtuja në San Giulians, edhe e pyet kushërira, i thotë që sa a je nga Malta, domethënë rri në Maltë, edhe ja bëri që po tha rritha nga kam tha diku te 8 vite. Edhe i thash unë, okay, thash po nga je, i thash, ja bëri ky Serbian. Thash unë, okay, thash unë, we are Albanians, kupton, më si gjithmonë. I thash unë, Albanians in the house, dhe të po qeshnim. Edhe ja bëri, okay, tha, klienti ka gjithmonë të drejtë. Më falë? Në qa kuptimi? E zëmë se s'do isha klient, që do bëjë? Më haja mutin? Falë pak, nuk e kuptoj. Nejse. Më thënë, një gjes shumë jo i mirë, sepse ne ishim shumë chill, thonë nuk i folëm asnjë gjë. Ke parasysh, kështu që nuk më pëlqeu fare. Gjithsesi, udhëtimi shkoi diku te 7.8 euro, i thash na, you can take 10, i thash unë, ja, okay. Dhe kjo ishte ideja. Faleminderit. Shikoni, ka vetëm kapeni një çik. Shiko qa tharse. Keni parasysh tubin. Keni parasysh tubin e lavamanit, poshtë lavamanit që ti thuj dhe kjo si punë e kësaj është, o qa loti sa kam qesh me lot. Kjo që ku ndizet o buri dhe ut. Unë nuk di ku ndizet kjo, e zëmë se unë du me po dush, ku ndizet kjo. Kjo është arsyeja pse unë gjithmonë udhëtimet e mia i organizoj vetë edhe hotelin e zgjedh vetë. Kësaj radhe, siç e thash dhe në fillim të videos, se kemi zgjedhur nëpërmjet një pakete që kemi bërë me një agjenci në Tiranë, edhe zona është shumë e bukur, por ideja është që hoteli lë shumë për të dëshiruar, realisht e kam, domethënë është një gjendje katastrofike. Kemi ardhur në market. O, asë të lezeqme këto.
unë ato nuk e ha, mund t'i marrësh për vete. Ka është lasagna të turistësia. Lasagna të turistësia. Jemi në ditën e dytë, edhe këtu ka filluar një shi. Kështu që unë e morë në balkon të eri. Sikur doli një qik djeli sot edhe morëm taksin për të ikur drejt të Valetës. Dhe bukur e pisa aty. Ne kishim taksin fix para hotelit. Kështu që nuk pritëm as një sekund. Do të kemi një kujtim dhe do bëjmë të gjën këtu ja. Sa bukur që është. Erle. Kjo kafeneja këtu ishte aq e bukur, por brenda vinin njerëzit shumë erë. Domethënë rrobat e tyre ishin komplet të mjukura sepse nuk ka mundësi tjetër. Kafe aty tek ajo që si tip qendre aty edhe e bëj disa lloje të bukura. Pastaj ç'a bëm? Shkuam direkt domethënë tek shpari, blem disa gjëra tradicionale, kështu është një tip sanduiçi me tuna që quhet ftira këtu në Maltë, edhe do ta ham ja ku i kemi këtu të gjitha, dhe gjithashtu mora edhe canolo siciliano, ato që pëlqeva dje, që më pëlqyen shumë. Dhe gjithashtu vetëm shihni pak se ç'a bëhet. Kjo kusherirka ime bleu këto atletët sot tek Aldo, janë një ndryshe, shikoj ç'a print i kanë. Edhe u habitesh e thoshte si ka mundësi, normale që nuk mund ta parashikojmë lopën, lëkurën e lopës se si do dali. Nëse. Kjo është ideja. Tani do ham pak edhe do bëhemi gati sepse do shkojmë tek Havana Club, tim ndonjë gotë, sepse sot është nata e fundit në Maltë edhe nesër në mëngjes ikim. Edhe nesër ka për të pasur stoki.